Dhjetra gra që kanë akuzuar financierin Jeffrey Epstein po përballen me një valë të re kërcënimesh dhe ngacmimesh, pasi kanë dalë publikisht me dëshmitë e tyre. Sipas një hetimi të kryer nga Reuters, shumë prej viktimave kanë raportuar se jeta e tyre është ndryshuar rrënjësisht pas publikimit të dokumenteve hetimore, ku në disa raste janë ekspozuar të dhënat e tyre personale. Disa prej tyre tregojnë se janë përballur me kërcënime të drejtpërdrejta, mesazhe urrëtieje dhe fushata të vazhdueshme online, ndërsa në raste të caktuara janë ndjerë të detyruar të qëndrojnë në izolim për periudha të gjata. Disa viktima kanë deklaruar se frika është aq e madhe se kanë vendosur të mbajnë armë për vetmbrojtje, përfshirë armë zjarri, pajisje mbrojtëse si taser dhe spray piper, ose kanë punësuar sigurim të armatosur. Sipas raportit, një pjesë e problemeve ka nisur pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi dosje të lidhura me Epsteinin, ku në disa raste të dhënat e viktimave nuk ishin redaktuar siç duhet, duke ekspozuar emra, adresa dhe informacionet e tjera personale. Zyrtarët amerikanë kanë pranuar se ka pasur gabime në redaktim dhe kanë deklaruar se çdo rast i tillë po korrigjohet, por një pjesë e dëmit tashmë është bërë. Disa prej grave kanë treguar se kërcënimet kanë ndodhur edhe në jetën reale, përfshirë ndjekje të dyshimta pranë shtëpive të tyre dhe telefonata shqetësuese, duke i shtyrë ato të jetojnë në një gjendje të vazhdueshme ankthi. Ndërkohë, disa raste janë raportuar tek autoritetet, por në shumë prej tyre nuk është arritur të identifikohen autorët, ndërsa disa viktima nuk kanë besim te institucionet për mbrojtjen e tyre. Avokatët dhe aktivistët për të drejtat e viktimeve thonë se kjo situatë tregon rrezikun e madh që përballen personat që guxojnë të flasin publikisht për abuzime të rënda. Historia e Epsteinit, i cili vdiq në burg në vitin 2019, ndërsa priste gjykimin për trafikim seksual, vazhdon të mbetet një nga rastet më të diskutueshme dhe më të errta në SBA, ndërsa viktimat e tij sot përballen me një betejë të re, atë për sigurinë dhe privatësinë e tyre.